dashur miq të Antena Televizion. Rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar fakt mbi zhvillimet e ngjarjeve të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë po ndodh në Tiranë. Dhe kur them çfarë po ndodh në Tiranë, kam fjalën për protestën e cila në fakt duket se e ka tronditur Edi Rama. Ditën e sotme kryeministri i vendit ishte i turfulluar, ishte mjaft i nxehur dhe nuk dinte se çfarë fliste. E them nuk dinte se çfarë fliste për vetëm një arsye, që tentoi të bënte konspiracione. Nxori grekët, nxori njerëzit që nuk donin të investonin, u mor me myslimanët, foli për Kuranin, foli për Zotin dhe tha që unë nuk dua ta shes Shqipërinë. Por në fakt, ajo se çfarë ka ndodhur, ka një paqartësi. Askush prej nesh nuk është kundër investimeve, askush prej nesh nuk është kundër zhvillimit, por ne duam transparencë. Çfarë fiton Vlora? Çfarë fitojnë qytetarët e Vlorës, çfarë fiton Shqipëria dhe çfarë fitojnë të preferuarit e Ramës. Kjo është një prej temave që do të diskutojmë ditën e sotme. Kam zgjedhur ta diskutoj këtë temë me një prej zërave të cilët ka qenë koherent në qëndrimet e veta. Për shkak në Shqipëri, shpeshherë njerëzit më shpesh se çndrojnë xhaketa, ndrojnë edhe qëndrimet. Por ky njeri ka bërë betejat e veta, me të mirat dhe të këqijat e tija, me momentet më të forta apo dhe momentet më dobta që ka pasur gjatë karrierës së tij, me ulje dhe ngritje, qoftë profesionale, por dhe qoftë politike deri diku edhe pse ai nuk ka qef fare ta përmendi edhe fillimet e veta politike. Në fakt kam kënaqësinë të kem në studio avokatin Romeo Kara, avokat, përshëndetje. Përshëndetje, Ermal. Avokat, ditën e sotme Tirana është bërë më e bukur sepse ka dhënë leksion demokracie, jo se është bërë më e bukur se ashtu është me plur, me këto ne e dim. Sa na duhet dalim te liçenit marrim pa kajër, po ka pasur qytetarë që kanë protestuar, ka pasur qytetarë të cilët kanë ngritur zërin kundër Ramës dhe Berishës, ka thënë të dyve në burg, dhe duket sikur po guxojnë të dalin kundër establishmentit, gjë që shpeshherë ne kemi pasur ato dyshimet tona edhe për shkak të një sistemi të kapur. Në fillim dua të pyes njerëz si e pe këtë protestë dhe më pas do t'i marrim radh pas radhe të gjitha ngjarjet dhe të gjitha zhvillimet se çfarë ndodh konkretisht mbi këtë qasje dhe çfarë ndodh realisht mbi atë se çfarë po ndodh me protestën e cila ka pasur jo vetëm këndvështrime të mëdha, por ka pasur, po të them, disa aspekte shumë të ndryshme që duket që qytetarët edhe ne që ndjekim na ka bërë të shpresojmë se diçka po ndryshon. Dua pak mendimin tënd si e pe këtë protestë fakt. Tani, unë mendoj që si parathënie unë s'kam pas një karrierë politike, kam pas një solidarizim në një moment kyç të ndrimit sistemit, ku kam menduar të jap kontributin tim edhe të largohem, duke besuar që edhe pse kam pasur gjitha mundësit të jem në parlament, të paktën në vitin 92, duke menduar që nuk mund t'i jepja leksione më teorike pedagogëve të mi, dhe kam ftuar pedagogët e mi të ishin pranishëm. Por besoj që nëse quhet të humbje betejë politike pse nuk militojmë krah Ramës ose Berishës, moralisht besoj se jam i fituar dhe të paktën atë përkushtim që kam në rrugën time, aq sa jam si besimtar, shpresoj të fitoj kënaqësinë e Zotit, po dhe devotshmërinë që unë mundohem ta arrij, domethënë. Sa do jemi aftë nuk e di, Zoti më ndihmoj. Inshallah, po nuk shoh humbje. Dhe pikërisht konsistenca ime ka qenë shqetësim për ata që kam përballë, nuk jam lodhur ndonjëherë. Dhe kam pasi besim, asnjëherë s'jam lodhur. Si e ke bërë? Mund të jemi mush me mllef, por nuk jam lodhur. As me mllef si jeti se unë të njoh, po mund të kesh revolt, që në fillimet e para, kam thonë kësaj pune i kam hyrë për izat Zotit, edhe ka dash Zoti mos më u lodh. Për gjëra tjera mund të jem lodh, mbas edhe vetja mund të mërzit ndonjëherë për aspekte të caktuara, po jo kjo punë.
e ngrysim base ditën të lodhur, por gdhemi prapë të shlodhur. Dhe kam thënë disa herë në takime ty që çdo natë ka fundin e saj. Dhe fakti që kemi këto thirrje Rama dhe Berisha në burg, pra një thirrje kundër establishmentit, një thirrje që është e drejtë të paktën në një kuptim. Loja tyre politike ka bërë që shqiptarët të enden në një sistem, gjysmë sistem, pa sistem, ku koncesionin për të zgjedhur dhe për qeverisur dhe për të grabitur vendin e kanë vetëm dy forca politike që janë PD e Berishës dhe PS e Ramës. Të dy këta lojtarë që kanë secili nga 13 vite në pushtet, Berisha 8 vite kryeministër dhe 5 vite president, dhe Rama ka kaluar, sapo kaloi 13 vite si kryeministër, kanë të njëjtin bashkëfaqësi për gjendjen ku ne ndodhemi sot, ku shqiptarët nuk gjejnë më shpresë për të ndërtuar familjen, jetën dhe të ardhmen në vendin e tyre. Edhe unë si babai i 3 fëmijëve e përjetoj këtë si një nga shqetësimet më të mëdha. Dhe fakti që nuk ka shpresë në një vend do të thotë se ka humbur atë parë shpresa që jo vetëm për progres, por shpresa për drejtësi. Dhe armiku më i madh i njerëzve që kërkojnë drejtësi dhe kërkojnë të përballen me pushtetin është frika. Edhe në rrugën e besimit, në themin e përgjithsojmë atë, arma e pare shejtanit dhe të ligut është kërcënimi, frika. Pastaj vjen denigrimi, përqeshja, fund fare do ta pranoj humbin dhe iki të shofi, po gjithmonë duhet të jesh vigjilent për ta ruajtur atë fitore që ke marrë pasaj. Se çdo ditë ka meritën e saj. Edhe unë mendoj që me vetdijet plot kam dashur të tregoj që ne nuk duhet kemi frikë. Jam artikuluar kundër këtij sistemi dhe kundra hajdutëve të nivelit më të lartë. E kam nisur me Metën dhe Berishën, minimumi para 10-11 vjetëve më tepër, në mënyrë publike, se në biseda kemi qenë gjithmonë në tavolina në shoqëri. Nuk ka qenë e qasje në media, edhe sot shoh që media më e madhe e ka humbur gjithë moralin e saj. Është vërtet. Dhe nesër unë si shqiptar i devotshëm do kërkoj nga një establishment i ri këtyre mediave kombëtare t'ju hiqen licencët, se nuk mundet të bllokojnë këto frekuencat kombëtare në funksion të oligarkisë, të krimit dhe pushtetit, ndërkohë që ato i përkasin gjithë shoqërisë. Dhe aq më tepër që një pjesë e tyre kthyer oligark, të paktën njëri prej tyre, dhe kanë shpërdoruar në mënyrë ekstreme të drejtën e fjalës edhe të pasës tyre licencave mediatike. Duke u kthyer në aktor politik, duke mbajtur anë dhe duke kaluar nga shantazhues pastaj në prodhues të politikave edhe antikombëtare për mua, përderisa janë kundër drejtësisë si pjesë, po dhe antivlerave të cilat godasin në thelb edhe në largësi në kohë pasaj, në të ardhmen, këtë popull dhe këtë rini, për cilën unë mendoj që vërtet ka kaluar probleme, por nuk është në psikozën e brezit tim dhe brezit para meje, në psikozën e frikës. Protestën e sotme? Dhe për këtë i përgëzoj me gjithë shpirt, të flasim për pjesën tjetër që flet Rama për Greqinë. Ata nuk janë aty për hesab Greqisë. E ke parë deklaratën e Ramës? E kam parë. Vetë kam komentuar tek Greek Reporter, se ata e shqetësuar shumë për fatin e pronave të grekëve atje. E kam përgjithësuar, pak s'ka lidhje, besoj. Po bëjt investimi dhe po i merr toka grekëve. Kam jetuar në shkollë të lartë dhe me minoritar grek nga e zonë. Nuk kanë qenë diskriminuar as atëherë dhe as tani. Por me që për mua reciprociteti është dinjitet, ju kujtoj atyre të kujtojnë çfarë kanë bërë po bëjnë me pronat e Çamve dhe me genocidin Çam. Pastaj të na japin leksione demokracie ne, dhe nëse Shqipëria nuk lejohet në Europë për arsye të Greqisë, kur mos vap në Europë, ne jemi këtu
dhe vazhdojmë këtu udhëtimin ton drejt arritjeve tona, ka alternativa tjera për të shkuar. Nëse ne do të shkojmë në Europë duke dhënë koncesione, është prishur një, për mendimin tim, unë këtë përfundim kam, një nga kompanitë ajrore tona, për shumë Albaniani, për t'i hapur rrugë Alitalias atere. Edhe kur unë e mbroja bëj keq kryeministri kohës, që sot rizgjidhet pa garën kryepartisë tij. Do të pyes dhe për atë, po. Të vazhdojmë mirë Tani- me këtë protestën. Tani, nëse ne do të lëshojmë koncesione, dhe këta e mësuar të lëshojmë koncesione, për të shkuar në Europë, dhe të shkojmë gollomesh, si dordoles në Europë, pra një Shqipëri e sakatosur, ne do të marrim shembull minimumi nga Maqedonia, që edhe para emrit qëndroi shumë gjatë. Po, është vërtet. Para se të respektoj merakjet e greve, unë kam merakjet e mia këtu, të popullit tim. Aq më tepër që një popullsi e tërë është shkulur nga trojët e veta, eksod nga aja ke zëja, nga njëshi deri në infinit, dhe vjen puna, nuk guxojmë do të ngrem zërin se po na omorzitën këta, nuk bëjmë do të haje në Shqipëri, se këta janë të fuqishëm në Shqipëri, se këta kanë media, këta kanë kështu. Një nga media që sot çohet prap për protestën, tu po dal si kontradiktor, po s'është e tillë. Në këtë media vajta i ftuar ditën që filloi agresioni rus në Ukrainë, duke njohur mirë pak në këtë histori, të këtë pjesë të historisë të popullit tim, si jemi zhbërë nga revanshi rus mbi prandorin osmane edhe ka pasur eksode në atë zonë që sot është Maqedoni, ka qenë qytetet tëra, po marrë Manastiri, një nga qytetet më shqiptare, që i ka dhënë karakterin jetës të shqiptarëve, të trojë shqiptarë në atë kohë dhe popullit shqiptarë të saj kohe. Nuk më ftoi më, në momenti që unë trajtova Rusinë si agresor. Tani këta nuk mund të mbajnë dy standarde. Kjo nuk është media e kategorisë parë, kombëtare, por është media tjetër. Pra kjo media kuptohet që ka një mbledh personal edhe me Ramën, edhe mund të ketë një emision tjetër, edhe rreshtohet. Po mua në fakt më bën përshtypje që aty janë njerëz të cilët nuk janë as me Ramën, as me Berishën, janë të lodhur me Ramën, me Berishën, dhe unë mendoj që kjo ishte pika që ka filluar të derdh tani, pika ku pa durimit u mbush dhe ka filluar të derdh atë kupën e durimit, aq më tepër që arroganca që ka përcjell Rama në retorikën e tij të muajve apo të viteve të fundit ka bërë që servirat pas tij, ata që përfitojnë pas tij, dhe një pjesë edhe kriminal, të bëjnë dhe më arrogancë ai, dhe në sytë policisë të bëjnë një veprim i cili për mua ka 3-4, minimumi 3-4 vepra penale. Romeo, do të pyes pak, si unë ndjeve kur shikoj që një djalë i ri godet me grush, pa i bërë asgjë. Ja, atë që kam ndjer unë, kam ndjer gjithë shqiptarët. Se këtë do të pyes si aty. Nëse, po ta them shqip tani, se nuk kam më tani. Në një vend ku marrin vesh që dikush ka bërë vrasje dhe qëndron mbrapa këtyre bizneseve. Dikush tjetër ka bërë një vrasje tjetër mbrapa ca bizneseve tjera kështu. Po mirë, çfarë do të bëjmë ne? Do të bëjmë vrasje, na respektojnë këto? Pisanjose, si është puna? Dhe një oligark mban këto kriminal që ka bërë këto, ka këto, përveç këto, mban pasaj si zarat niveli 2-3 ca nga policia kështu. Dhe këtu kemi arrit ne. Pastaj mbas tyre janë dhe ca që kanë bërë dhe vrasje, për na kanë shit dhe mall me sukses në përbot, edhe na katosin të pak vend që na kanë ngelur këtu. Tani ne për këto kemi votuar domethënë. Çfarë pashun që ai djali atje? Se mendova sikur tisha unë ose fëmijët e mi, ishin atje, njerëz e mi. Mund të ishim me nesën e tani protesta. Ka goditur, ai maskara ka goditur me grush në fyt. Se tani një njeri që ka kap dy veta nga krah dhe godet, ai është më tepër se i paburr. Ati të dhjes është dhe kratë e mdhaja, edhe gjatësin, madhësin, po dhe burnin. Më tepër se i paburr. Dhe ka bërë vetë gjyqësia aty ai, dhe ka bërë për llogari, është mërzitur shumë ai, si është prekur sedra oligarkut pa sedër.
Se ne nuk e përmendi dot çet Kastratin se themi, po prit se ky ka Ramën mbrapa. Si do përmendim ne Kastratin? Që këtu është vrasja Afrikës. Kush është Kastrati, Zamirmane, Bashkimulaj që kanë kapë peshë Shqipërinë? Kush është? Bashkimulaj që pretendon që është i Berishës, po që gjithë njerëzit që mund të kenë rreth për qark, që menaxhojnë jetën time, janë gjithë njerëz ati. Dhe s'ka lidhje fare Rama të bëjë luftë me Berishën, se e bashkon Bashkimulaj. S'bën dot Rama luftë me Berishën se e bashkon Zamirmane, se nga Berisha ka ardhur. Edhe ky tjetër nga Berisha ka ardhur. Tani me që këta dinë që ruajnë Kastratin, Kastrati është ai që ka njeriu në madh fuqishëm mbrapa, edhe ne bëjmë namin, domethënë për Kastratin. Po të kishin qenë natë edhe pak njerëz, dhe mund ta kishin mbrarë ata. Dhe unë këtë mendoj, e godet me grush në fyt, e merr svar pra goditje, 1, e merr svar 2, fyrje 3, heqje e palishme lirisë, kërcënim me pistolet në kokë për jetën 4, ka disa vepra tjera, po them nuk është kaq e lehtë. Dhe këta njerëz pretendojnë pasaj të flasin për biznes. Te them Ramës. Ti pretendon bësh biznes për të mirën e vendit, duke ngulur gardhe ti me arrogancë, dhe i kanë ngulur në emër tënd. Në emër tënd i kanë ngulur oligarki, në emër tënd ka gjujtur me grusht ai Fundorina atje që ka qenë. Në emër tënd shesin mend ta që kanë bërë vrasje, të po ja them sot i ta ligjoj. Që nëse do vazhdoj ti graj kalit të egoizmit, të arrogancës deri tani, nuk do të jetë gjatë kjo punë. Atëherë them shqiptarëve, doni të jeni ju të respektuar, po vrisin dhe ju si këta. Çfarë do gjej, se nuk është një problem. Problemi është të arrisësh një njerëz. Të lodhesh 30 vjet apo 40 vjet të arrisësh. Për ta vrarë për një sekondë. Dhe shumë këta fundorina që kanë vrarë, unë kam zgërdhir në dru, po nuk e di edhe ndroj rrugën ku më shohin. Nuk e di se si këta janë bërë me kaq pushtet, që ka ministra që u lëpien dhe deputet që u lëpien. Dhe është meritë e Ramës që Ram deri këtune. Ram nga rrugatshëria e këtij të Berishës, që menaxhohej nga si ka pasur në drejtori i Berishës? Kuliçi. Me ata fjerakët atje, që ka marrë pjesë me Lora Pati me gjithë pislliqet ata, dhe që dali si pronar të gjithë rrugës atje poshtë, pronave ke rrugica Saliut, edhe ka kaluar tani atje ku nuk ka imagjinat më. Këtë të kenë fëmijët e mi, të kenë si shembull suksesi, babain që shtrëngon dhëmbët edhe duron, pse ka një besim dhe kuptoi këtë jetë si provë besimi, apo të kenë fundorinat që vrasin dhe pasi vrasin, kanë rojet e tyre e kanë policë. Më kupton deri ku ka vajtë kjo punë? Edhe kanë me qindra pika bastesh, edhe nuk tatohen për to baste. Kupton normal? Edhe ne duhet jetojmë dhe mbe këto lek pastaj na bëjë investime. Pastaj dali Rama të sqaroj pse s'ka transparencë, kush është tu mbrapa. Na del me offshore me një rus dhe me një bullgar, njëri ka lindur në 91-shin, njëri ka lindur në 88-ën. A mendon ti që te kjo mosh investohen 4 miliardë? Rusë dhe Bullgar janë, nuk janë Amerikanët, se këta thonë janë Amerikanët. Tani, unë nuk di të spekuloj, më pyet, tani ti për pyetur ke, unë nuk di të spekuloj, unë shoh çfarë është shkruar. Kanë ecur me trast, ne jemi zhytur në llumë. Ne nga ka vënë shqelmin në fyt mafia dhe më tepër një mafia pise ordinere si kjo, sa edhe mafia atje është kultivuar e çik në Itali dhe më të tjera. Këta janë pisa më. Këta janë qelbanikër që ne presim të çlirohemi për tyre. Arroganca tyre ka marrë dhenë, i them Ramës, arroganca tyre ka marrë dhenë. A diti çfarë ndodh në për vende të ndryshme? A kupton çfarë ndodh më? Bën apel një person i cili në orë të punës ka shkuar dhe ka mbaruar punë me dashnoren e tij diku jashtë dhe sa ka ardhur për të shfryrë, se nuk është shfryrë mirë atje, bën dhe një apel atje.
Them Ramës, këto janë. Bon ke lënë llumi mbi kokat tona, se do ta psosh ti, po ta psosh edhe shqiptarët. Se na ke lodh ti, pasaj këta, na ke lodh ti njerë, pasaj këta. Si do të mbylli Rama? Si do të mbylli këtë punë? Unë mendoj vetëm duke... sot jam lodhur, mendoj tiki... Ore tiki, po tiki, se nuk mbahet Shqipëria ke ky, se ky ka dhënë rëndësi vetes që po se ky nuk mbrojt Shqipëria nga grekët. Ore Rame, po unë këtë vend e duam shumë se ty mër. Unë s'kam asnjë lloj fitimi, kam vetëm vujtja në ky vend dhe s'po i ndajmë ti vendi. Mendon ti se do ti më shumë vendin, mendon ti se ti ke ardhur nga ashtu. Pastaj ç'lidhje kjo me besimin, që flet ky për besimin, si po tetojmë. Foli për besimin. Çfarë lidhje ka me besimin ai? Ai besimtar thot, jam besimtar. Çfarë lidhje ka me besimin ai që ka lejuar njerëz të adhurojnë atë? E kuptoj mirë ai çaj them unë. Thon njerëzit, më kanë ardhur njerëz thonë edhe ky gjatë 3 ditëve çet kastrati falet 5 herë në ditë. Ora ti them, orë zotni. Se të gënjen mendja se do manipulosh dhe Zotin me paratë e tuaja dhe Rama do manipuloj dhe Zotin me ato fintet e veta politike, oratorinë e vetë. Po nuk ja e do të Zotit. Ore qëtë kastrati, nuk i shërben do 2 zotërve njëkohësisht. Edhe Zotit lartë, edhe Ramës. Aty ku shkon devotshmëria, aty shko. Edhe lexo aty, janë 5-6 sure në fund Kuranit. Lexo ato surët e fundit, kur flet për mbledhjen pafund pasurisë, ndërkohë që tjerët nuk kanë bukë të hanë, edhe ikin lënë shtëpitë e tyre, familjet. Shkatrojnë familjet tëra, e vdesin rrugët botës pa adresë, pa namë nishan. Lexo çfarë flet dhe përfundimin në utame. Kështu që unë mendoj që nuk më intereson shumë ndërgjegjësohet Rama apo Kastrati. Unë me atë që bashkë kemi fol, duhet ndërgjegjësohet ai që voton dhe shoh njerëz të cilët po dalin nga frika. Se këta të marrin këtë, të largojnë njerëzit nga puna. Gjithmonë them, çohuni dhe dhëm për dhëm. Ti largon nga puna, shkatron një jetë me pa drejt, dhe ato puna, aty shkon dikush për bukën e gojës, dhe me atë pushtetin që kanë atje, zhveshin Shqipërinë dhe marrin jetën tonë. Mos duroni si kemi durune. Isha 25 vjeç. Për një muaj jam 59 fiks. Pra po shkoj 6 jeta. Këta nuk lodhen duke na shtypur ne. Romeo, qofse këta nuk lodhen duke na shtypur. Sot Rama nuk fliste në asnjë moment nuk foli për transparencë. Në anën tjetër protestuesit thot thrisnin në burg Berisha, në burg Rama. Po, ata do shohi, besoj, nuk e di sa ky i riu është i devotshëm spak, po dyshoj që sot kanë marrë disa... Mo ka marrë për dalin nga ndikimi i Fatmirit e të tjerëve që ka pas mik, e ka pas të dali, se është muaj 6 apo i 7, po të majnë dhe dhjetorin, ka kaluar 6 muaj. Nuk po shohim. Po shohim ministra apo ish ministrat kriminalizuar që po na bëjnë kashillik deri në fund. Kur do i shohim në burg ne këto dhe kur do shohim të gjithë tani edhe na vjedhin dhe na dalin edhe në blok na shesin port. Tani problemi këtu. Le të fillojnë ta tani edhe procesin penal me Ramën. Që sot. A doli përsipër t'i mbroj? A është Kastrati lidhur mbas tij? Që thonë gjithë, të dalë atje. E dyta, unë nuk besoj fare që janë 4 miliard investime. Se s'jam as Alin Qori, as ai tjetri që merr për gojë ky. Unë dëgjoj shumë. Unë nuk e di se sa do pastrohen nga ato e sa do investohen. Se fakti që kanë dalë me offshore, unë jam 90% i sigurt, vetëm që janë me offshore, që këtu nuk merret vesh kush është përfituesi, e dyta nëse ka përfitues të tillë që janë nga pushteti dhe që kanë ndikuar në 2024 në ndryshimin e ligjit dhe që kanë ndikuar në pushtet për qepsillikun e kadasës Vlorës, që këta nuk e merr kanë dosë na ka dalë një Artur atje dhe na ka marrë peng Shqipërinë. Orame, mos bëj trimin ti me njerëzit.
ty ta pas ka mbledh Arturi, ty ta mbledh Qeti, ty ta mbledh kjo ministra këtu, mos bëj trimin ti me këta, që janë ke paga, ke buka gojës. Bëj ke këta, se ke dhe 11.000 policë. Qoj 1.000 nga forcat ushtarake speciale, sa që kemi ne, 3.500, me gjithë civil, 7.000 janë. Qoj dhe jepi detyrë shirojnë vëndin nga krimi. Se ka teritorit vëndit ku nuk shkel njeri, pa lejen e qepsirave, të kriminelve me pushtet. Se dhe po të marrin armët tjerë ka shik tyre, kanë policin që i ndimon, që i kontrolon këta për t'i kapur. Se kështu të vrasin ta, të vrasin kur je pa armë. Fundërinat që kanë vrarë për para dhe për llogari pushtetit, të vrasin kur je pa armë. Ta them me pasërti, më fundërina, më frikacak, më të poshtë se ta, nuk kam njoft njëherë. Të vrasin kur je pa armë, me ndihmën e policisë. Prandaj ky mos merret, po u mërzitë, do ika unë, do kush i dali për zot vendit. Po ikër. Pse kur vdesësh ti, çfarë do bëj? Do marrë Shqipëria. Do iki Rama. Si e shikon? Sot ishte strategjia, apo është vërtet po lërë më se ai në mbase u lodh më Romeo. Po nuk lodhet ai, ma i vdes për pushtetëre. O Ermal. Ai vdes për pushtet, ai nuk lëshon kajt, më eroj. Shiko. O Ermal, unë kam dashur të bëj detyrën time në minimumin që takon mua të bëj detyrën time ta animoj të vend. O nuk do as shembullin një, ti dali njëri i devotshëm. Si ka mundësi thot, unë jam zhyt deri këtu të dali një i devotshëm thot, pas lloj fitimi. Nuk do më. E kam byt poshërsia vetëm. Edhe e kam fajin tjerët. E të me ka fajin, beti ajo të ka fajin. Marrin guxim këta, pse të shërben ty, marrin guxim ta me traf ta. Me traf llumi atje. Kështu që aty ai duhet ta shoj, shiko se po që si mendon që është besimtar, duhet di gjë. Nuk ka lutje që del nga zemra atij që i kanë bërë padrejti, po në gjuhë nga Zoti. Edhe mos mendoj që është pushtetar i madh me këtë vend kaq vogël e kaq shpërbër, e vetëm të mendoj pushtetin që ka Zoti mbi të, që ai se ka as mbi veten. A kupton shoku Ermal? Ai edhe kur bien gjumë nuk e di se ku të çohet. Mos mendoj, shikoj se këta kanë kriju një koncept gabuar. Unë shoh, dakor, ai kriminali qelbur ai nuk merrem me të, e kam darë sapin. Po këta tjerë që janë këto ministre pa çavure nga i pari ke i fundit, që janë anonim, po ti verë, se pa të e kam, pa të po flas. Këta tjerë që gëzohen kur i përgjigjet mesazhit atij dhe bëhen keq, e merr gjithë lagja që ka 3 muaj nuk përgjigjet kryeministri mesazh, edhe bëhen keq. Ta tjerë që adhurojnë si Perëndi dhe pastaj zgënjehen. Por nuk e kuptojnë këta që nga gjithë argumentat që kanë, edhe nga Europa ku shkojnë e takojnë, që Europa ka i kod moral. Edhe pse atje është dobësuar shumë kohët e fundit, janë dhënë shumë bas materializmit. Nuk është ngritë Europa mbi qefet e burrave të shtetit, ka i kod moral. Ka një program, ka ca parime që nuk shkelen. Për këta fillon e mbaron parimi ke Rama. Për këta tjerë fillon e mbaron parimi ke Dordoleci, ke Saliu. Kështu që mendoj që kjo protest po fillon me këmbë të mbar dhe jam shumë i vëmendshëm të shoh si do vazhdoj. Të mos i fektohet dhe afektohet bashkë nga llumi i këtyre 36 viteve. Romeo, nëse qëndrojmë këto zhvillime, doja të marr një koment për ty se ngjarjet po vinë, 4 qershori po afrohet, do të votohet ambasadori amerikan në Senat. Ti e ke quajtur ambasadori Spakut. Po, ashtu do jetë. Mendoni që Spak do bëjë ndonjë gjë për këto dosje të Veneci, për këto ndërsi, apo? Pas Spakut, i tani, se edhe këta kanë humbur atë lezetin, trima, edhe këta janë lodhë. Sot i ka marrë mbar Spaku, ta nxjerrin kërkim dhe atë që ma ka peng Vlorën, ta marrin këtu, se kur do Rama i merr. Pse po ikin gjithë nga Dubai? E ka rregulluar me Dubai këtu. Bëj dikush i telefon në Durrës,
kërcënimi atje, e morën e sollën këtu. Kur do Rama i merr. Por kush vjen vërdall, tha vërdall do jetë, pastaj. Këto rregulla loje do të jenë edhe mbi këta nesër. Askush mos mendoj që do të jetë kështu i përjetshëm pushtet. Edhe unë mendoj që pushteti është provë e madhe, që këta nuk e kanë kaluar deri tani asnjëri. Sidomos ta dy dhe grupet që kanë brapa. Këta nuk e kanë kaluar të provë edhe do t'i bëjnë peshmanit. Romeo, edhe në Zhmia kur ran burg kishte thënë se menduam kur tha që i dita do bëja burg ai më tepër këtë moshë. Ka një narrativ nga opozita që këto protesta janë të stisura nga vetë Rama. Pa jam. Qëndrojnë? Qofse njeriu bën vetvrasje, dakord, por Rama e do pushtetin, vdes për pushtet. Rama pushtetin e ka oksigjen. Është diabolik për pushtet, është i smur për pushtet. Nuk bëhet fjalë që Rama të lodhë nga pushteti. Harrojeni atë punë, gjithmonë është tallur, ka testuar, ka bërë lojra, dhe Rama i kput kokën atij që i rrezikon pushtetin. I ke parë brenda partisë vet çka ka bërë. Romeo, brenda partisë vet, dua një koment nga ty. Tashmë u zgjodh Berisha, ka zgjedhur dhe Këshillin Kombëtar. Si e pe këtë proces? Procesi është ROF PD me krye PS-n. Si ROF PD me krye PS-n? Kjo zgjedhje është garante që PS-ja të jetë shumë pak e shqetësuar, duhet të ishte pa gjumë, me çfarë qeverisje ka bërë për bërë, po me atë PD, unë që jam tu përpara, me atë PD, kur sa t'jem gjallë, atë lloj Berishë me atë PD, me ata njerëz më shumë se të poshtër i është ripërtëritje. Janë figura të reja. A mi tregoj çik figurat e reja. Tani ata thonë Saliu apo Berisha? Unë kam thënë kështu, konkurroi Saliu me Berishën dhe fitoi Rama. Prandaj thash ROF PD me krye PS. Ata e dinë që me Berishën nuk fiton 2025, do jetë më kalingorët, do ta lënë dhe çfarë do bëj? Berisha thot na doli me teori të re tani, sa ishte dhe Nasradin, kupton? Tha mosha ime pjestuar për 2, tha, mosha ime kalendarike pjestuar për 2 është mosha ime reale. Do Berisha doli 41 vjeç. Kupton? Na ka dalë sa ende Shabani. Si mendon ti? Bile po çtrëngohet dhe që do dalim me vogël se ty. Tani me i vogël se unë. Edhe besojmë se ky, duke qenë që 41 vjeç ka diferencë me Ramën gati 20 vjet, ky është më i ri, ka kohë ky. Dhe tha, nuk është çudi, tha, kam uruar, tha, një kolegun tim, tha, në bota, në krye detyrës, tha, kryeministër, ishte në moshën 95 vjeçare. Pra, mos mërziten ata që janë atje, ata nuk mërziten që janë rreth Berishës. Ky koncesioni që është vulosur me kodin zgjedhor, unë mendoj që këta dhe bizneset e rreth Berishës ushqehen mirë, marrin serum parash të qelbura njësoj, por siç me Rama, por në një dozë më të ulët, edhe atë pjesë që ka atje në PD, atë detashment mbrojtës, bunker, do ta ushqej Berisha, ata do fitojnë, do vazhdojnë të bëjnë opozit fort me Range Rovera, me vila, me hotele. Pjesa tjetër, ta kuptojnë mirë që nuk ka më Berish, me Berish nuk ka më PD, edhe duhet bëjnë zgjedhjen e tyre. Mendoj që do fuqizohen partitë e tjera që kanë dalë nga PD-ja. PD-ja, për mua, nëse e ka ndarë mendin vazhdoj kështu më mirë shkrihet. E ka humbur misionin e saj. Romeo, dua të diskutoj me ty në fakt edhe për të marrë edhe një koment fundit. Si e shikoni ecurinë e kësaj protestës dhe a do të bëj Rama koka turku të tjerë, për shembull mund të shkarkoj ministrin e brendshëm tani? Sa mua ç'a bën? A bën koka turku, ca koka që s'janë koka. Aty vetëm i kokë është Rama. Tjerë s'kan drejt kokë të mendojnë për veten e tyre. Unë dua të di sa do piqen këta persona dhe nëse këta do të rriqen pa fituar, atëherë do të krijojnë problem psikozës
karakterit të sjelljes, ajo është e rëndësishme. Këta do ta kuptojnë që fituan hapin e parë. U çuan në protestë, u dhunuan, u çuan prapë në mënyrë qytetare, ja tundën këmbën pushtetit. Ta duhet çohen. Moto shqiptarit do të jetë çou dhe përballu. Dhe jo vetëm për gardin atje, po për çdo shqiptar që bëhet pa drejtësi. Te ky solidarizim i të mirës për kundrejt të keqes do varet fati i shqiptarëve. Nëse do vazhdojnë ashtu, aty do jemi në mbështetje të tyre, nuk pyesim fare për etiketat që vendos njëri apo tjetri. Nëse është e drejtë, le të fitojë dhe greku dhe shqiptari dhe kushdo tjetër. Flasim për drejtësi. Në lidhje me drejtësinë, çdo qenie që është qenie humane ka të njëjtat drejta si unë, si ai. Unë nuk i ndaj njerëzit me kostum nacionaliteti para drejtësisë. As me kostume politike jo. Këta na ndajnë. Tani dhe brenda partisë ndahen ca të Ramës e ca të jo të Ramës. Ca të Edvinit e ca të asaj tjetrës. Këtu ja. Një orientim kam. Drejtësi, devotshmëri, parime. Parimi nuk vdes. Na vdiqen veri. E s'kemi qarë. Po. Do qajmë tani për... Romeo, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj bisede shumë të vlefshme, edhe ti e di që unë vlerësoj jashtë masa. Shumë falenderoj dhe unë ju. Të falenderoj shumë. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek live këtu në Antena Televizion, duke falenderuar secilin prej jush që bën subscribe dhe regjistrohen kanalin ton. Nga unë Ermal Peçi, natën e mirë, mos harroni subscribe, shpërndajeni në diaspor nëpërmjet një share tek miqtë tuaj në WhatsApp, që ka shqiptar në përbot, klikoni, ndiqni emisionet tona, do të jem pak më aktiv në fakt këto kohë dhe falenderoj secilin prej jush.